njerëzit janë lodhur nga këto dy parti. Pse janë lodhur? Se një parti, vetëm hamut të një partije, kjo partia tjetër mundohet me dërtu në i gjohë edhe me ndodhën e i mund mrapsh këty në tjerëve. Po çrënodh, kur bëhet gjithë kjo balë ndërmjet njerëzve, ti s'kupton mo as për që ndërtohet, biles ishte ishte një mrekulli që e dëgjova diku. Tha, nuk e kuptoj, tha njoni, shive ku ka arrit niveli. Jo, me sinqeritet, nuk e kuptoj, tha njëri, dhe ishte shumë i përqëndrum edhe e besot atë që tha. Se si, tha, të marrë unë më pak vota, që unë ta kam qenë kundra ndërtimit sheshit, kundra rrëzimit teatrit, kundra ndërtimit të stadiumit, kundra ndërtimit spitaleve, aty që ndro për këtes t'i japin votat. Nuk t'i ka vjedh njeri, ja ke vjedh vete, se ke qenë kundra gjithë, pa nesi ke morë votat, ta thot Amaildo. Mos e vrit menin. Nuk bëhe edhe një llogari tjetër. Jo, ai në trunin e vet pse, se duke pas 20.000, 30.000, si në shumë 30.000, po t'i kesh 30.000 gdhë, që thunë, wow, sa bukur e ke thonë që s'duhet me u bëha si gjokë këtu. Të duket vetja si kur ke gjithë botën, po janë fakt, janë shtipiqë mos bëjnë se ata duan të bëjnë gjithë kryetar. Bravo, po ata njerëzit që ti ke pengu, për të kalu për shembull ke ai rreth rrotullimi i Shqiponjës për 3 vjet. Ato a kanë qa votën, sa ta shohin emrin, sa asionist për votu hiç, sa të shohin emrin aty në listë, ty bup t'ja çojmë ti tjetrit me vrap, sa mos na vi ky monstër në pushtet. Dhe këte kanë kriju. Se njerëzit harrin, domethënë, krijojnë një realitet paralel. Po. Dhe fillojnë e besojnë edhe të akuzojnë ty që pse nuk beson të ky realitet paralel. E di shumë mirë. Janë bipolar. E di më thënë. Ndërkohë, këta nuk kanë marrë 500.000 vota. Këta janë votuar kundra nga 1 milion shqiptar. Janë 1 milion shqiptar, 820.000 të majt, dhe 180.000 që janë këta tjerët, që kanë votuar kundra tyre, janë 1 milion kundra tyre. Këtë nuk arrin ta kuptojnë. E di çfarë, isha me një mikun tim para ca ditësh dhe tha, anon pak si djathtas, ose më saktë është i majtë. Dhe nuk arrit ta kuptoj, tha. Se nuk po bëhet akoma një analizë të këtyre 30 vjetëve të këtij vendi, 35 vjetëve. Me thënë diqtet pa 5. Nuk i thënë diqtet pa 5. Po pra po, po duhet bërë në rrafsh institucionale Amarildo. Partia Socialiste që ka marrë pushtetin, duhet ngrej një komision hetimor. Ti nuk mund ta çosh rrafshimin e një vendi, ta çosh kështu, ishte koha, të gjithë kanë faj, njërën e tjetër. Duhet një komision hetimor. Është pikërisht spaku. Se diti ka një institut Baxhell, i kriminalët komunizmit, që gjithë heronjët e luftës i kanë zgjedhur në lufta, i cili merr fonde nga shteti, dhe s'bëjnë asnjë punë, vetëm rrinë e hedhin një balë. Dhe në krahun tjetër, askush nuk ngrej që duhet ngritur një institucion për shkatrimin për studimin e shkatrimit të Shqipërisë. Dhe këtë nuk e merr askush. Dhe sot neve jemi në drejtxhen që neve urrejmë ushtrin, urrejmë shërbimin sekret. Sepse na kanë Tashi, prandaj tash është ai dëmtimi i madh psikologjik që është bo njerëzve që s'din as çfarë të kërkojnë tash. Dhe arsyeja për shkakun që un kam qenë aq programës para zgjedhjeve, pse në fakt ishte një moment që doja të jep edhe Agronshejait. Megjithse është i pa bërë, është më i miri, po është i pa bërë. Duhet piqet Agroni. Është i pa bërë, dhe po e them sot, nuk e kam thënë pas zgjedhjeve. Është kungull akoma, është më i miri. Është flamurtari i një gjuhë ndryshe. Pra nëse do marrët me në Shqipërinë njëri për opozit çike europiane, ky. Po që është i pa bërë, zero me gjuhë. Problemi është që çfarë ka bërë Saliu, është pikërisht që nuk kalon
të dali një bulës opozite, një bulës mendimi konstruktiv. Të gjithë ata që rrinë mbrapa atij janë urrëtie, shpifje, urrëtie. Dhe duke qenë tribunal prap, se janë shumë fucking tribunal. Duket se janë shumë, se një dhomë ke 45 burra me gotraki në dorë. 45 veti i ke thonë që Edi Rama është korruptum. Ti menoj që bota ka 45 vetë pim. Bota ka shumë, ja, asi autobus ropsje. 50 veta ja. Bravo, asi autobus ropsje. Amarildo. Mos ja fut kot. Amarildo, ajo që është shumë serioze kjo tani. Shiko, e bëjmë një shik me light bisedën tani nga fundi. Pyeta një mikun tim, diplomat, Roland Bimo, dhe i thash si të duk kjo Samnedi, në emisionin që bërë të manë. Tha, ardhja Stamer i thash, shenjë shumë e mirë, tha. është gjë shumë e mirë për Shqipërinë. Imagjino, tha, një vend, tha, i cili, tha, ka qenë gjithmonë kundra Shqipërisë, bile ka qenë që jugu t'i jeve Greqisë, ardhja ti këtu është një arritje shumë e madhe, duke pasur parasysh që nuk ka peshën e një vendi 60 milionë, 60 milionë është edhe Italia, 60 milionë. Jo. Franca, 80 milionë Gjermania. Ajo vazhdo të mbetet perandori. Britania vazhdo të mbetet një perandori, dum ta pranim. Është perandori në gramat e fundit e një tjetër, po është perandori. Pra, i ka tërë strukturën me kthy botën mrapsh. Me ndërtu dhe ato e kanë çik problem. Po me kthy mrapsh. Në pokën e gurit të qenë prap. Dhe pavarësisht ai është gëzuja, është masa, unë jam i të marrum. Ai të gëzohet, unë jam i të marrum. Ato kur vjen dorën qafën, i kom të marr. Ato më mi ka të shame, ka lagë, jemi në rregull me një tjetrin, se e dim se ku e ka. Nuk është thjesht çështje ndjesie, nuk është çështje ashtu. Nuk ndjem shumë, nuk ndjem aq mirë sa ky, po jam dakord ta pranoj atë që thot ai. Më kuptoj. Por që është një vlerësim, po të marrim rolin e Britanisë tani, do ishte mirë pak të jepsh atë mendimin tim, po shiko për zona influence, po shiko ku ta shpërthej zjarrin. Kjo është, atë shu si që shpërtheu se është iniciatore e shpërthimit zjarrit në Ukrainë, ashtu pret vërdall. Kjo është çfarë unë shoh këta. Me që e përmend Ukrainën, kanë qenë këto bisedime dhe ti e ndjek. Kanë qenë këto bisedime, po duket sikur Putin po tallet në ta. Thonë këta të pakën. Neve jemi edhe viktimat e propagandës, sepse jemi në luftë, propaganda bën vetë. Patjetër, po. Ne nuk e dim se që mendon e pala tjetër, e si shikon e pala tjetër. Mirë po thuhet që Rusia në gramat e fundit, do plasi inflacionit. Jo në gramat e fundit, do të ndërpresën për gjonë gramat e fundit, po që ta din shqiptar, pa nësë që thotë, i thotë, një gjotë thotë, na u desh shumë vite, tha, për të luftu, tha, atë Norvegjin, në duket se i kishe. Por ne i tërhoqëm ato vite, Norvegjia s'kishte mundësi me i bo ato vite, dhe më kure kanë poshtë, më kuptove? Kështu që, për ja u them këtu në tavolin, dhe ja tha ati profesusit të Ukrajinës, e dini që është maraton, kjo punë, atë s'kanë mend me u tërheqë, as pak, nga e që përbëjnë, deri sa të rrihet ajo çfarë ato mendojnë, dhe e di formën më të mirë, po e them unë ndoshta i shqiptari parë, se ku forma më e mirë që të zhduket e luftë për një herë, do të na lojmë në 24 orë pa bisedime fare, tërhiq forcat britanike, tërhiq forcat amerikane, tërhiq forcat franceze dhe këto plerat e tjera që janë vërdall, e ketë pushuar me 24 orë. E bile shkoi Rusia aty ku ishte.